Hello, nga dita tjetër e këtij vlogut. Atëherë unë kam një javë që në fakt jam me gjendje gripale, por kam 2 ditë që jam në shtëpi. Sot po ndihem pak më mirë, por realisht dje dhe sot në mëngjes kam qenë vërtet shumë keq. Mendoj se është një gjendje gripale të cilën e ka sjellë Rani në shtëpi, sepse Rani ishte i pari me grip në shtëpi. Pastaj e mora unë dhe pastaj ka marrë Oleni. Pra kjo java për ne ka qenë vërtet shumë keq sepse nuk kemi qenë mirë me shëndet dhe kjo duket edhe nga zëri im. Më shumë kemi pasur dhimbje fyti, dhimbje koke, normalisht edhe hundët. Dhe gjithashtu dhimbje trupi, por e kemi shtyrë me ibuprofen dhe me vitamina normale. Dhe fundit e shpjegojnë që është më shumë se mor jam unë, pra unë jam e fundit të cila po e kaloj këtë situatë, shpresoj shumë që të kaloj sa më shpejt, sepse dje që ishte e mërkur dhe sot që është e njëjtë kam bërë pushim nga puna. Sepse realisht nuk mundem që të shkoj në punë dhe të shtij njerëzve pranë në fytyrën nëpër kompani, dhe gjithashtu nuk mund të qëndroj me maskë sepse nuk arrit të marr frym normalisht, jo më të kem edhe maskën të vendosur. Atëherë arsyeja që unë po dal sot, duke qenë se po ndihem pak më mirë, e para është të marr pak ajër sepse kam qëndruar vetëm në shtëpi shtrirë, dhe gjithashtu më duhet që të shkoj pak tek Giant sepse më duhet të marr pak disa gjëra që kam mbaruar në shtëpi, dhe më duhet patjetër që të bëj ndonjë supë, pra të gatuaj diçka me lëng, edhe pse fuqi nuk kam, edhe pse oreks për të ngrënë nuk kam, pothuajse nuk kam fare këto 2 ditë. Por na duhet patjetër që të marrim vitamina dhe lëngjet edhe nga ushqimi, pra vetëm nga vitaminat që ne marrim. Gjithashtu sot do të çojmë edhe makinën e Olenit, makinën e re që ne kemi marrë për biznesin, t'i bëjmë reklamat e pjesa e xhamit. Uroj shumë që reklamat personi që t'i vëj t'i vendosi shumë mirë, pra t'i ketë të printuara mirë dhe të duken bukur, sepse jam marrë vërtet shumë me të me emaile për t'i bërë nëpër masat që ai donte, për t'i rregulluar edhe një herë nga e para, dhe ndoshta shkoj me Olenin sepse vendi që Oleni do bëj pra xhamat e makinës është diku te 20 minuta larg, por i duhet që ose të qëndroj aty 1 orë ose 1 orë e gjysmë, 2 orë, varet për sa kohë do i mbaroj, ose të shkojmë të dy bashkë, të kthehemi bashkë pra me makinën time dhe pastaj të shkojmë pra me makinën time, të marrim makinën tjetër dhe të kthehemi. Por problemi është nuk e din që jam në gjendje kaq të mirë sa për të bërë të gjithë pra këtë lëvizjen tani. Por me të parë me të bërë, kështu që ndalesën e parë tani do ta bëjmë tek Danki. I can see in your eyes that you've been lying by the hour. I'm always wrong and you're right, I know that's your superpower. I know you're sneaking out at midnight. It's hard for me to realize. Got me feeling jealous while you're careless when you're with your new lover. And every time Atë marr një kafe të vogël small, ice caramel macchiato. Edhe ta provojmë si do jetë. Shera ime e parë në fakt që e marr, se gjithmonë te Danki marr ice coffee, cream and sugar. Kështu që le ta provojmë. Mix. Që nga shumë e mirë. Super. Gjithashtu mora edhe një donuts Boston cream, edhe është vërtet shumë i mirë. Ka këtë kremin nga brenda që unë e kam shumë qef. Kështu që do ha edhe pak tani nga donut. Kështu duket, dhe më thoni dhe ju nëse porosisni te Danki, cila është porosia juaj e preferuar në mënyrë që unë t'i provoj në një nga videot e mia të radhës. Sepse unë jam gjithmonë bazike, jam Boston, donuts, jam dhe gjithmonë tek ice coffee. Super. infatuated, I left the flowers at your doorstep. Heart is inflated. Just tell me what you wanna do, babe. Just say it. 'Cause baby, I could sell my soul, I could let it go, and have you take it or take it away. I want you in my golden hour dream, everything between. 'Cause I just can't help myself but fantasize. Strawberry summer, sugar satellite. You spin my head around all day and night. Send me to heaven when I fantasize. Maybe it's now or never. Can't you see where to be? I love you better. Fantasy recipe when we're together. Can't you see where to be? I love you better. Fantasy recipe when we're together. No, I don't wanna
Njerëzit vinë shkojnë, të bitur shikoj. Hello. Yeah. Thank you. Have a good one. Drying the sun, waving the wind, drifting along again. Squinting my eyes, head on the street. Atëherë unë kam marrë tek Ona për të bërë thonjt. Atëherë këta janë thonjt e mi nga muaji i kaluar dhe ky mesit më ka ikur dje në darkë. Por këtë radhë kam vendosur që të bëj diçka më pranverore. Bëj pak më të shkurtër sepse gjithmonë i kam bërë shumë të gjatë. Përveç se do bëj thonjt tek Ona, do bëj diçka tjetër të cilën besoj shumica nga gocat e kanë kuptuar nga video e kaluar që unë do bëj vetullën. Atëherë kjo është vetulla ime e pa lyer. Koni këto hapësirat pra boshi që janë tek vetulla ime dhe vendosaj që të bëj microblading tek Ona. Microblading do jetë me 2 seanca, sot do bëjmë seancën e parë, domethënë seancën e parë të vetullave dhe thonjt, dhe herës tjetër do bëjmë seancën e dytë të vetullave dhe thonjt. Është hera ime e parë që unë të bëj microblading dhe shpresoj shumë që të më pëlqejë. E di që Ona është shumë e mirë sepse kam parë pagunimet e saj në Instagram. Kështu që nuk kam asnjë lloj meraku, e di që vetulla ime do jetë super e bukur dhe e kuruar. Këtu te në sot është bërë shumë ftohtë dhe shpresoj shumë që të vi sa më shpejt pranvera, të ikin këto viroza, të ikin këto alergjit, edhe të vishemi me të shkurtra dhe të dalim si rob zoti nga shtëpia. Kështu që le të ikim bashkë të shkojmë tek Ona. Take me somewhere, wanna feel like. Hello nga dita tjetër, atëherë unë mbarova vetulla dje tek Ona, gjithashtu edhe thonjt. Por kur jam kthyer ka rënë vërtet shumë shi dhe nuk mund që të flisja më. Atë do t'ju tregoj pak vetullën se sa bukur Ona e ka bërë. Atëherë shikojeni pak se sa bukur ka dalë forma. Dhe mendoj se kisha vdekur pak për të bërë vetullën, të kisha kaq bukur, sepse realisht më duket sikur kanë ndryshuar pak fytyra. Pak. Mendoj se më kam ndryshuar pak si shumë, por më pëlqejnë vërtet shumë. Atëherë vetullat më kanë dhëmbur pak edhe se Ona vendosi krem mpirës. Por unë kam lëkurë sensitive, kështu që e kam ndirë pak në fillim, domethënë kur filloi Ona që po e punonte, por pastaj nuk e kam ndirë fare. Vetullat tani janë pak të errta sepse sapo janë bërë dhe nuk janë shëruar, pra doan pak kohë tyre që të shërohen dhe pas një muaji kam seancën tjetër, pra seancën e dytë. Problemi vetëm është që për një javë nuk duhet që vetullat të lag. Jam munduar që ta laj pak fytyrën me kujdes në mënyrë që mos i prek vetullat dhe nuk mund të vendos pra as krem dielli as make-up, dhe tani kam vendosur make-up më tepër te pjesa poshtë e fytyrës, ndoshta prandaj dukem kaq jo mirë, por do jemi mirë. Do jemi mirë pas një jave, do jemi vërtet shumë mirë sepse vetulla do na shërohet. Shpresoj shumë që dhe gripi të na iki, sepse më duket sikur më rikthye prapë sot, ose ndoshta ftoha dje dhe sot e ndjej pak më shumë, sepse dhe hundët domethënë i kam komplet plag. Domethënë ka qenë një javë vërtet shumë e keqe nga ana shëndetësore. Shpresoj shumë që të shërohen dhe të bëjmë mirë sa më shpejt dhe të rikthehem siç kam qenë, me energji pozitive dhe e lumtur. I falenderoj shumë gjitha gocat që më kanë shkruar në Instagram që vetullat e kanë pëlqyer vërtet shumë, që më kanë dalë shumë të bukura dhe që i shkojnë shumë pra fytyrës time dhe formatit tim. Gjithë mesazhet e tyre ishin sikur po më thoshin që Silvia, ku ke qenë përpara? Realisht ku kam qenë përpara sepse ngjajnë super bukur. Atëherë, vetullat i bëm, kështu që e di që mund të kemi ndonjë gjë tjetër në fytyrë që mund të duhet të bëjmë, për shembull kam shumë dëshirë të bëja hundën, por duke qenë një frikacake vërtet shumë e tmerrshme, nuk mundem që të prek hundën. Llogarit që vetëm vetullën bëra dje te Ona dhe më ka dhëmbur. Imagjino të kesh dhimbjen e hundës apo nxirjen e syve, gjitha këto gjëra me radhë, kështu që nuk jam gati ta përjetoj atë traumë. Pra është një traumë për mua që nuk e di. Them më mirë mbaj këtë hundën time, kështu siç e kam, edhe jemi okay. Nuk është më e perfekte e mundshme, nuk është më e mira e mundshme, por kjo është hunda që ne kemi dhe thonë që njeriu nuk duhet ta shaj hund. Por gjithashtu bëra dhe thonjt, i kam bërë këtë butter lemon te gishti i vogël edhe te gishti i madh dhe gjithashtu kam bërë këto Frenchët. Atëherë modeli që më pash në Pinterest kishte edhe një lule të verdhë, por duke qenë se të dyert e fundit unë i kam bërë me lule, atë vendosa të shkoja pak më thjesht edhe më bazike këtë herë. Atëherë nuk e di se sa bukur duken në kamerë, dhe nëse dallohen shumë pra kur bën video, por doja që të ishte diçka e pastër edhe të ngjate vërtet shumë cute. Por herës tjetër do të bëj të bardhë sepse kam nguar shumë, po shumë fare thonjt e bardhë, domethënë. Atëherë sot është e diel, ne kemi ardhur të shikojmë Ryanin që po luan ndeshje. E ka këtu afër shtëpisë, pa 20 minuta larg, kështu që do shikojmë pjesën e dytë të ndeshjes sepse pjesa e parë sapo mbaroi.
Dhe pastaj do shkojmë në shtëpi të bëjmë diçka për të ngrënë edhe ta kalojmë për këtë mbasditen së bashku, por është vërtet shumë ftohtë jashtë. Kjo është arsyeja sepse unë lash tani pjesën e dytë që sapo filloi dhe eta pak në makinë, të ngrohem pak, sepse jam veshur me gjëra jeans, pra me jeanse, me jeans të lartë edhe do bëja mirë të kisha veshur një pellush, është vërtet shumë ftohtë. Kaq guys, do ishin update-et e reja më të fundit. Dhe nëse ju pëlqen vetë ime dhe doni dhe ju ta bëni, atëherë dini vendi se ku do të shkoni. Instagramin e Onës do ta gjeni poshtë në description box, gjithashtu do t'ju lë dhe Instagramin e Onës këtu, pra faqen e saj se si duket. Gjithashtu këtu në Instagram do gjeni dhe shortsin pra reelsin kur unë kam bërë vetullën dhe ta shikoni nëse ju pëlqen apo jo. Pra ndryshimi midis before dhe after, megjithëse do t'u lë dhe këtu, në mënyrë që ta shikoni vërtet ndryshimin se sa i madh që është. I want someone who can please me. I want somebody who cares. I need a lover who never leaves me. I need somebody who cares. I've been searching my life, I just couldn't find it. The special someone to give me my heart. I've been searching my life, but then I found it. Now I won't let you out of my sight. I wanna keep this feeling forever and ever. I'm there when you need me, whenever, whenever. Keep this feeling forever and evermore. I wanna keep this feeling. I'm there when you need me. Keep this feeling forever and evermore. Keep this feeling forever and evermore. I want somebody who sees me. I want somebody who cares. I need a lover to hold me through the seasons. I need somebody who cares. I've been searching my life, I just couldn't find it. The special someone to. Hello, nga dita tjetër e këtë vlogu dhe nga dita e fundit e vlogut, sepse sot kam menduar që ta mbyll. Ne ishim për shopping me Ryanin të dy bashkë dhe kemi marrë disa gjëra të cilat do t'ua tregoj tani. Atë po marr sipas radhës, kemi marrë këto atletet nga Skechers, janë për Ryanin. Unë në fakt doja t'i merrja në ngjyrë blu terrët, po nuk ishte, ishin këto të kuqet. Por mendoj se janë shumë të bukura, më pëlqeu pjesa që kanë me këtë prasin gjitse, sepse Ryani nuk di akoma që t'i lidhi licet e këpucës, kështu që këto nuk do t'i ziten dhe t'i ketë më kollaj për t'i veshur. Sot do shkoj për vizitë tek shtëpia një shoqes time, e cila ka një gocë 2 vjeç, kemi marrë disa gjëra të vogla për gocën. Dhe do ta keni parë te një nga vitet e fundit që kemi marrë gjëra për gocën për vajzën e kushëririt, kështu që vetëm gjëra gocash këto kohë. Dhe këtë në fakt e zgjodhi Ryani, është një si tip kase që shtypen këto numrat, edhe ka gjithashtu një telefon, pra si tip marketi vogël. Okej, këtë duket më bukur. Se si është. Unë në fakt doja t'i merrja një kukull Barbie, por Ryani e pa këtë dhe tha mami merri këtë sepse i pëlqeu. Këtu gjithashtu kemi marrë 2 qese, pink me këtë zemrë, e bardh. Njëra është e bardhë me këtë zemrat e vogla pink, edhe tjetra është shumë e bukur baby girl. Mendoj se sot do t'i çojmë këtë, sepse këtë dua ta mbaj për një dhuratë tjetër që do më duhet më vonë. Dhe veçesja e dytë edhe e fundit, do i tregoj 2 veshje që kemi marrë për gocën. Atëherë veshja e parë është ky fustani roz, i cili ka edhe pjesën si rreth ta vendosur te koka dhe zgjodhi Ryani, do të gjitha këto gjëra sot i ka zgjedhur Ryani. Edhe ka edhe këto pullat e bukura këtu kafe dhe është shumë ngjyrë e bukur. Ndërsa fustanin tjetër këtë e zgjodha unë. Edhe është për tani në verë. Është shumë i bukur, është me guacka. Edhe është shumë cute. Dua dhe unë të kemi fustan kështu të vogël. Në të tjeti pak i shkurtër, mbi gjurin, edhe tjetë kaq i bukur sa është ky. Vërtet shumë i bukur, më pëlqeu shumë. Gjithashtu për Ryani kam marrë një palë pantallona të shkurtra, këto janë marka Champion. Edhe janë ngjyrë gri. Janë pra tuta sportive sepse i duhen për në shkollë dhe Ryani tani është rritur goxha shumë. Edhe këtu kanë të pjesën që lexojnë Champion. Atëherë, kemi marrë një libër të vogël për gocën dhe është me kafshët e pyllit. Atëherë, fillon me luanin, edhe pastaj ka elefantin, të gjitha kafshët, majmunin, edhe të gjitha këto kafshët. Edhe mendoj se është shumë i bukur sepse mund të mësoj pra emrat
e kafshëve. Një gjë tjetër që mora për vete ishte këtë natyrë e thjesht e bardhë, ka këto kupat të prerje këtu, ka shumë të bukur, më pëlqen shumë. Do doja në fakt që të ishte pak më shkurtër, por mund ta vendos pra brenda në pantallona dhe shpresoj shumë që të jetë masa ime sepse ishte masa S. Dhe nga $25 që ka pasur çmimi, kjo ka kushtuar $5. Dhe shpresoj të më rri bukur edhe ta vesh për dita. E gjëja e fundit që kam marrë është një çokoladë Dubai. Atë këto çokoladat janë vërtet shumë të mira. Dhe kem provuar edhe herë tjetër, në fakt janë të shtrenjta, janë diku tek $13 mos gaboj, por kjo ishte vetëm $5. Gjithashtu kemi marrë këto ngjyra, të cilat i solli Rani tani për t'i treguar, edhe këto janë ngjyra akrilike, akrilik markers. Dhe Rani kishte kaq shumë kohë që po i kërkon. Dhe sot që shkuam tek Rossi i gjetëm, kështu që morëm këtë paketimin që ka 36 ngjyra. Këto ishin të gjitha gjërat që ne morëm tek Rossi dhe po mendoj që po këtu ta mbyll videon për këtë javë. Dhe shpresoj shumë që ta keni pëlqyer, nëse keni pëlqyer, mos harroni të bëni një subscribe, një like, një comment, sepse dini që tashmë më ndihmon shumë për të bërë video sa më të bukura këtu në YouTube. E di që këtë periudhë videot e mia nuk kanë qenë aq të bukura sa unë do doja të ishin dhe aq të bukura sa ju do doni të shikonit, por ju premtoj që gjëra më të bukura do kemi në vijim, sepse koha nuk na ka premtuar fare po fare, do të thënë ka qenë vërtet koha e vrentur, ka qenë shi, siç është edhe sot. Por ju premtoj që te video radhës do kemi video akoma më të bukura, sepse do mundohemi që të dalin sa më shumë, të bëjmë gjëra më të bukura për juve dhe nesër është Mother's Day, nuk e di nëse do filmoj apo jo, por kjo video ka për të postuar pra ditën e Mother's Day. Dhe uroj të gjitha nënat të gëzuar Mother's Day dhe shpresoj shumë që të kaloni sa më bukur me familjarët tuaj, me fëmijët tuaj. Ne bashkë shihemi tek video radhës, deri atëherë kujdesuni për vete. Bye!